Zonja dhe zotri, mirë prisni prezantuesin tuaj, Isli Islami. Mirë mbroma të gjithëve. Po sa të mirë që jeni. Mirë mbroma shqiptar. Mirë mbroma dhe ju të huaj që e dini Shqipen fare mirë, sepse tashmë Shqipja është bërë pa që rëndësishme sa edhe gjuhë tjera, bisha ka, por rëndësi ka që të njihni gjuhën e talenteve, sepse ky është spektakli gjithë familje, spektakli i cili evidenton talentet anë këndrojeve ku ka shqiptar, por jo vetëm, sepse ju e dini që Albania's Got Talent tani më ka marrë për masa ndërkombëtare. Para sepse është një patent e cila është krijuar në Mbretërinë e Bashkuar, po mbi të gjitha është një spektakël i cili për shkak të shikueshmërisë, elementeve shumë të mirë që kemi pasur edhe në edicionin e parë, është ndruar në një sensacion tashmë edhe global. Kështu që një duartrokitje për të gjithë ata që e bëjnë këtë emision, këtë spektakël, këtë show talentesh, atë që është. Dhe e themi me modestin më të madhe, përpiqemi të sjellim cilësi shumë të mirë, por mbi gjitha një produkt që realizohet me zemër. Kështu që për ne kjo është pjesa më e rëndësishme. Kemi kaluar 2 net të para të jashtëzakonshme me shumë emocion, po ka pasur dhe lotë këtuk. Dihet që ne shqiptarët jemi ndjeshëm ndaj çdo lloji emocioni që përcillet, megjithatë, kjo e sotme është një puntat speciale për shumë arsye. Para sepse do të kemi element shumë të mirë, do të kemi të rinj të reja, do të kemi grupe dhe çdo gjë që e bën Albania's Got Talent show-n më të dashur të momentit në Shqipëri, por edhe sepse sonte miq, për herë të parë, juristë tonë të nderuar, i shtohet një xhevair jashtëzakonshëm. Pse e them këtë? Sepse që në moshën 15 vjeçare, kur ngjitet për herë të parë në një skenë siç është skena e festivalit muzikës së lehtë shqiptare, rëmben çmimin e parë, nuk mjaftohet me kaq, merr pjesë edhe vitin tjetër, rëmben sërish çmimin e parë, e shumë pjesëmarrje të tjera, të gjitha këto duartrokitje, zonja e zotrin, shkojnë për antaren më të re të Jurison, Elsa Lila. Një duartrokitje e merituar për Elsën, e cila ndodhet përballë me në një panel të jashtëzakonshëm, shoqëruar nga e madhja Adelina Ismaili. Mirë mbroma. Castro Zizo, stoik, tashmë në anën e majtë nga ana ime. Teatro Magaj. Korektoni që na ke harxuar lekot që të kemi siguruar atë karrige, se më shumë ri në këmbë se sa ullur. S'mbahem. Rinia i ka këto. Jam i ri dhe duke urinuar çdo ditë. Përpara se të fillojmë, Elsa, si ndihesh që sonte je ulur në panelin e juris? Si nis kjo eksperiencë për ty? Jam shumë e lumtur që do të kaloj këtë eksperiencë së bashku me kolegët e mi që janë fantastik, me ty Isli, me publikun ton, nga shtëpia që na ndjek edhe të prezent në sallë, por mbi të gjitha me zorpresë të dëgjoj talentet tona shqiptare. E si presim edhe ne, më beso, Castro ka ngritur giftin. Historiku ka treguar që nuk kanë qenë vetëm shqiptare, kanë qenë Në Shqipërisë. Po. Jo, as kjo jo. Ne shpresojmë kemi talente edhe nga Mongolia, ne kemi pas nga Italia, nga Franca, nga Kroacia, kudo. Ke shumë të drejtë, por ata vinë në Shqipëri që të tregojnë. Albania's Got Talent. Ashtu. S'ma mbetet gjë tjetër për t'ju thënë, veç se kështu siç nisi me debatet vogla me fërkim. Jo. Miq, premtojmë një show të vërtet, sikurse jemi përpjekur t'ua sjellim çdo mbrëmje në ekranin e Vision Plus. Përpara se të nisim festën e vërtet, unë ju them se nëse do kisha unë mundësi, po keni shpëtuar, do e shtypja Golden Buzzerin për publikun ton, të jashtëzakonshëm, të flak, të dashur, që nuk i kursen fjalët e mira, nuk i kursen komentet, nuk e kursen mbështetjen. Dhe shumë e rëndësishme që në një vend si Shqipëria kaotik, siç është vendi ynë, është e rëndësishme që të kemi mbështetje teksa përpiqemi të sjellim cilësi, kualitet edhe gjëra të mira në ekranin, sepse shqiptarët e meritojnë dhe unë e kam thënë që ditën e parë këtë. Golden Buzzer im
imagjinar për ju. Me qënë se jemi të Golden Buzzer, ju e dini që Adelina jonë e dashur e ka ezauruar, e ka shpërdoruar më shqip Golden Buzzerin e saj, duke quar Diego Zelgën, tenorin që kemi pasur kënaqësinë ta ndjekim me Luna Tu në skenën e Albinës Got Talent, direkt për finale. Kështu që kënaqësi që Adelina na ka mundësuar këtë gjë. Më vjen keq që nuk kemi mundësi për Golden Buzzer, por kam përshtypjen do ja bësh ndonjë antari të turistë dhe për përshtypje për filane që më kesh. Kompetet në fuqi Golden Buzzer për 3 antarët e turisë. Jemi në rregull. Jemi. Unë ju falenderoj të gjithëve që i keni bërë gjithë personazhet e Albinës Got Talent. Realisht në rrjetet sociale më të komentuarit dhe falenderoj të gjitha dhe këtu e mbyll. Falenderoj ju që komentoni live streaming çdo të hënë brëma në orën 21 në kanalin zyrtar të Vision Plus tek Albinës Got Talent në YouTube. Jeni shumë të rëndësishëm, jeni shumë të mirë dhe mua më bëhet shumë qefi që përveç se shihoni talente, po edhe krijoni njohje me njëri tjetrin aty. Mund të kemi edhe martesa, nuk i dihet. Edhe talente, po edhe dashuri. On kaq kisha për ju miq. Përvishen mëngët, siç e do një punë e vërtet. Le të filloj festa! Te luta ndire si mar krenare, me zëm e valle e me shpirt shqiptare. Jemi grupi i grave të Uta nga Tetova, të cilat shumë pak i numërojnë vitet që kanë dhe po vazhdojnë duke shfrytzuar jetën. Ne në grup kemi edhe më të reja se ne, po jemi ne baze atyne dhe nga juria e dashur që janë profesionist, ne presim nga një po shumë të fortë dhe ju duam shumë për atë po që do ta bëni. Mirupafshim në skenë aty ku do shkëlqejmë. Sigurisht se po. Ju dua shumë.
Wow! Çfarë ekzibicioni keni bërë zonja, mirë se erdhët në radhë të parë në Albania's Got Talent. Jeni fantastike! Përveç se na sot një atmosferë të mrekullueshme, unë jam e bia e Edmondit, i cili ishte një ish korist. Dhe jam rritur në korin e operës dhe baletit, dhe kur shoh kore përpara meje, bashkësia e gjithë këtyre zërave të mrekullueshëm që keni, nuk e di, më keni dhuruar një performancë që emocionuese. Më hoqët pak mallin e nënave, gjithë këto nëna të mbledhura, të talentuara përpara nesh që na dhuruat këtë ëmbëlsi, këtë bukuri, këto këngë të bukura, të veshura bukur, unë ju falenderoj nga zemra, vërtet. Dhe ju mirëpresim në raundin tjetër. Unë ju mirëpres. Për mua është një po e madhe. Unë do doja të dija diçka më shumë nga jeni, kush jeni, një emër. Çka don të dish Mërzizo? Yes! Unë dua të di se nga vini, a keni një emër si kor, sa ko keni që merreni, kështu, sa detajet vogla. Emër kaste ose shumë don të dish. Gjithmonë ke qenë kurreshtar. Unë jam po është lloji brezit ose lloji. Është natyra jote. Unë e di. Ne jemi kori grave Teuta nga Tetova. Bravo. Jemi një gra i grupit Teuta, i cili meriton shumë respekt, të cilin e gëzojmë fatmirësisht. Nga se, të gjitha kemi një mosh të pensionuara, pak kemi të reja këtu, të cilat janë shumë të bukura, dhe vazhdojmë. Të gjitha jeni shumë të bukura, dhe ju kam përshtypjen që si pak gjysë për pasion, gjysë për i qef, apo gjysë për të kaluar dhe pak kohën, mendoj që përfaqësoni shumë herë më shumë se sa dhe shumë institucione të cilat duhet bëjnë më shumë për të Bravo, të mbledhur bravo 16 gra të mrekullueshme. Na pëlqen. Çfarë kishit një nga një dhe të gjitha bashkë mua ma dhat? Faleminderit për emocionet. Faleminderit prej teje. Dhe faleminderit Elsa për vlerësimin shumë të lartë. Dhe ti je një yll për ne. Shumë faleminderit Dhe ne jemi shumë të gëzuara që jemi para një paneli kështu të bukur. Ju falenderojmë shumë. Ju duam. Edhe ne ju duam shumë. Ju duam. Dhe me zor po presim të na riktheheni. Faleminderit. Ja kam zili Elzës edhe Kastros që folën para meje. Jo, do ndalemi dhe këti se të kemi tonën. Faleminderit. Nuk di me fjalë ta përshkruaj magjin që e sollet sot tek ne. Sot do doja të më jepte Zoti fatin që t'jem një gjyshe si ju. Unë jam adhuruese e flakt e koreve dhe kur pash gjitha këto zonja duke kënduar aq bukur, duke u dukur aq bukur, duke na dhuruar aq emocion të fill me plus gjithë kësaj na vini nga Tetova, nuk di si mund ta shpreh falenderimin edhe respektin tim me fjalë. Vetëm thuaj se ju dua, kaq. Ju dua. Dhe mezi prest ju shoh prap. Për ndryshe Adelina, ne dyja kemi një diçka të përbashkët. Që është? Unë kam një Ulix që i ka afër 50 dhe ti ke një djalë Ulix. Kjo na bashkon. Unë nuk e di pse magjia e kësaj mbrëmje patjetër duhet marrë emrin tuaj. Na e zbukuruat dhe jeshuat kaq shumë skenën, por edhe shfaqjen. Albania's Got Talent mori një tingëllim veçantë sot. Dhe natyrshëm di të them, në momentin kur zonja tha se vim nga Tetova, bukuria është relative, por faktikisht skalitet tek njerëzit dhe nuk mund thuhet se bukuria është me moshë. Sepse jeta që keni kaluar, ajo çka bëni dhe promovoni, për mua është bukuri më e madhe se sa bukuria fizike. Unë di të them se mbi ju na treguat sot se sa e madhe është Shqipëria.
Faleminderit. Ju vetë jepni ditë për të mos qeshur. Shumë faleminderit që jesi sot në këtë mbrëmje. Faleminderit për te. Goni nuk të shkon ti je shumë serios. Jemi Ide gjutime. Bëja tëndën më mirë. Shumë kënaqësi, faleminderit. Faleminderit. Ciao a tutti, mi chiamo Edward, sono venuto qui ad Albania's Got Talent per divertirmi, per la prima cosa, la seconda cosa per fare un'esperienza nuova e spero che piacerà a tutti e si divertiranno anche quelli che mi guardano. Mia madre con mio fratello a Varsavia che mi guardano questa sera. In bocca al lupo, fai vedere quello che vali perché solo tu lo sai, spacca e sii concentrato, dai, Grazie. vai, vai. Ti që shtypet kuqen, mendoj do ta njohësh ke interes më shumë. Sigurisht, mirëmbrëma, si quhesh? Edward. Edward? Edward. Mirë se erdhe, Eduard. Piano është një instrument shumë kompleks. Dhe sonte ti me pjesën që solle mua nuk më binde, kishe shumë probleme teknike dhe besoj se ti ke nevojë të studiosh akoma më shumë me këtë instrument kaq nobile, kaq fisnik. Grazie. Eduard, mua më dhe një hije të një pianisti dekadent, parizien, 30-60 në të gjithë aurën që erdhe dhe solle dhe në të njëjtën kohë prisja që ndoshta dhe pjesa që do kishe përzgjedhur do t'ishte në kompleksitetin e asaj që ti erdhe në skenë. Jam dakord edhe unë me Elcën që për kishe shumë gabime teknike me thënë drejtën. Është dakord, po të kuqen nuk e shtyp. Nuk di pse për te asaj shoh një potencial të ty, e shoh një lëmsh drite të cilën ndoshta për një arsye ose një tjetër nuk u shfaq sot në më të mirën, kështu që nga unë është ende një gjysmë shansi. Okay. Grazie. Eduardo, komplimente për dukjen. Grazie. Hans Zimmer është shumë i vështirë. Ti e bëre Piratë e Karibeve dhe e bëre shumë shpejt. Po besoj që ky ishte problemi, pse në teknik qalove. Mirë, po jam e gatshme t'jap edhe një shans, sepse ajo që ke përzgjedhur më pëlqen shumë, e dua shumë dhe besoj se ke mjaft arsye për të qenë edhe një herë këtu. Unë nuk jam tamam specialisti që të vlerësoj lojën,
por jam pak më kategorik se këta. Asnjë makinë nuk niset nga vendi me 100 km/h. Pas edhe ti ke nevojë për kohën tënde, unë them që ti vlen të vish edhe një herë tjetër. Grazie. Vabbè, No, mi dispiace. një gjysmë dorë. Ju kemi nevojë për një dorë të vogël. Mirë, mos ka Në këtë moshë duhet ishte shumë më lart me piano, nuk është i vogël. Ai si në këtë moshë ai mund të ishte edhe milioner, po Në këtë rast është pianist. e qartë. I japim dhe pak kohë. È stato bravissimo, complimenti e adesso c'ho una piccola sorpresa che ti devo fare oggi, Vedi, allora, questi sono 2 passaporti. Perché? Perché andiamo a trovare la mamma e il fratellino a Varsavia. Bello. Quindi, bello, ha detto, ti sei sciolto finalmente, adesso andiamo, perché se no stasera non prendiamo il volo. Sì, adesso andiamo. Ale. Grazie. Dai, grazie. Shqiponja të zgjuan! Gati për në skenë! Atëherë Project X. This ain't what you want. This ain't what you want. 16 block. I just wanna rock. I just wanna rock. Body, shorty got that body, hit it once, no time. Side up, fuck, you gon' kill my vibe. Stand on my money, don't know my side. Wow, jak mira, më pëlqen. Mirë mbrëma vajza. Mirë mbrëma. Adelina, cilën do zgjedhësh? Gjitha. Për vajzë them. Për vajzë. Hajde, shumë mirë. Se janë të rritura, të Bën gatshme. valizë tani për Kosovë, ma Adelinën se niset fonte natën. Ishit fantastike, të bukura, të shkafta, të talentuara, jeni 10 më duket, ë? Kush u hoz nga atje lart? Ti? Na pushoj zemra. Faleminderit. Po t'isha hedhur unë tani? Me paterica, ambulanca direkte, Televizion Plusi. Për mua është po, sepse ishit të koordinuara, ndonë se nuk jam balerin. Koreografia ishte shumë e bukur, shumë interesante, me momente spektakolare. Keni punuar shumë dhe bravo ju qoftë. Ju presim radhës tjetër.
Sa kohë ju marrën gërshetat që ti bëni? 3 orë. Keni shpëtuar let ju? Normalisht, do ju kritikoja pak për koordinimin. Nuk ishit gjitha koordinuara, por kjo nuk ka rëndësi fare kur ka shumë energji, kur ka shumë pasion, kur ka shumë vullnet, kur ka shumë dashni në performansë. Ju i dhatë gjitha këto, sa që harrova koordinimin, harrova teknikën, i harrova gjitha, sepse ishi spektakolare. Faleminderit. Nga unë e keni një po. Shumë faleminderit. Brezi juaj, në mënyrën më konkrete, bukurie madhe që ju jeni në skenë, na përfaqësua sot dhe nga mua një po tjetër shumë e madhe. Shumë faleminderit. Bravo! Shumë gaz, shumë hare, atmosferë shumë e bukur, i dhatë një ritëm ndryshe edhe mbrëmjes sot me tek ne. Ju jeni munduar të modeloni në një farë mënyrë të jeni të njëjta në stil. Ne të aktrimit shikojmë jo thjesht vetëm elemente kërcimit këto, por mund ta bëjmë një përjashtim për sa i takon shprehjes dhe mënyrës së përjetimit. Unë do veçoja atë vajzën atje, 18-ën e tretë. 18-3, plastike, shumë plastike. Është një shprehje të jashtëzakonshme në fytyrë, shoqëronte gjatë gjithë kohës si kërcente. Po, si e ke emrin? Ameli. Natyrshëm unë të gjitha më troqen, por gjatë gjithë kohës kërcimit kam vënë re në mënyrë të kujdesshme dhe nuk e di çfarë do të ofrojmë për një të ardhme, por unë do të sugjeroja vërtet që ti të merresh me aktrim. Shumë faleminderit. Dikush po të më thot mua që dëgjoj ti pra ne të katërt dhe dikush mua më përveçson mua fillimisht do m'gelte hatrin. Unë e kërkova nga ju mirë kuptimin që a mund ta veçoj një vajzë, unë shikoj brenda fushës së aktrimit. Unë mendoj që të njëjtat fjalë që i the Amelit është vlen për të 18-ta. O inxhinier, dëgjoj. Ke shumë të drejtë. Ja, më duhet ta. Dëgjoj. Është e pa drejtë kur është në një grup dhe ti do të veçosh. Unë nuk thash në kërcim. Unë thash për shprehjet në fytyrë gjatë kohës që shoqëronte, mua më bëri shumë përshtypje se unë i lexova të gjitha. Realisht ky është roli dhe misioni im. Jo, në rregull. Jo pa dallim feje, krahinë dhe ide dhe të gjithë. Unë nuk të kundërshtova. Vajzat janë të gjitha të mrekullueshme, unë thash, një ansambël i bukur. Unë veçova atë çfarë më të ngacmoj. Goni bëri sonte një Got Talent brenda Got Talentit, sepse vajzat u prezantuan me vallëzim dhe Goni zbuloi një talent sugjeroi. Pas 20 vjetësh në rrugë, pa jo vajza do thot, po ai Xhaxhi Agroni, unë jam ajo aktoria e madhe që më ka thënë atëre kështu. Kam shumë qejf të do. Ai sa të mund të kohë, faleminderit shumë. Dhe ishte shumë bukur. Shumë kënaqësi. Bravo vajza. Ishte kënaqësi. Bravo Gota, bravo. Jam shumë i bindur që të gjitha talentet që ngjiten në skenën e Albania's Got Talent, pasi të kaloj shumë kohë dhe do janë shumë të famshëm, do e kujtojnë me nostalgji dhe shumë mirënjohje mbështetjen që kanë marrë nga anëtarët e jurisë. Po, me shumë mirënjohje edhe ne falenderojmë ata që mundsojnë realizimin e Albania's Got Talent. Faleminderit Ujë Qafshtama. Shkëputemi vetëm pak fare për të mbledhur veten, për të marrë disa mesazhe shumë të rëndësishme dhe rikthehemi në Albania's Got Talent. Albania's Got Talent, here we come. No doubts, riding with a pistol grip. What up AGT, 9 Toxic Records, unë jam Kroni a.k.a. Kronz. Unë jam Joni a.k.a. JNZ. Unë jam Lisi a.k.a. Lisix. Unë jam thjesht Tioni. Edhe na këto arsyeja kryesore me spread some love për art, për muzik, për rini, po më rëndësishmja me have some fun kid bash. And we're gonna do that. Stay toxic. E dojna ekstremisht, bra.
Mamma mia. Goni, lërë ti menaxhoj unë me Elsën këta se janë. Kush qa filloni kështu me njerë jo? Pa folër. Pa folër. Aha. Wow. On chef, give me the mic të ri, kam 3 kon 3 lotet represent, e për shtë vend që na thirbi me producent. We back, foqen si për foqen i GT, bojmë koncert, switch. Jo, nuk I lojna mu afru, njishta jëm të I numru e stili klubin se nga zetën kam botu. Kakabu, qefi repit kakaplu, me konë repi bif, thoj këtë djalli shumë ka plu. Doj nice kë kuban me kugla, o, s'kena ku mu m'bur, pse jena cool non-stop. Cash rules everything around me. Cream, punujna për mi po, jena unë për dorë. Përmytje komision, juria komision e njëti jam sa nuk ndryshon. Kur pi për ziktori ma të vëshruju për nga tronë, s'mona mu harzu po që naj sa na verim kompenzon. Ka tellën e na taksi kwekës, sa mujna me një të energji për juve. Jëm gjenë si, jëm të resitin, të rëndqish, jëm porësi. Me rëndësi këta mire din, kur tona I bit, kur shka me hi. Po keke I shumë birë, po pëzin ta su më mi hi. Noti mix me gjelozi, si lemi po si verbëri. Kur talë, gjue ti e një me erë qelën hund. Nalë të lyv zhanret muzikës se veç për to jëm mund. Nalë të këshyrë, pa të shina I shooting star, muj me gjujt. Dët na bojna grajnda mon fund ty po s'jelën pun. Parem pa të më vi me thy, para në më rëpat. Na bengim shelin 3 refren. Dojen ty, qërëm syr, për pos gjepa ftu më fry. E pina sosin sonin qyn këtë zamër sartu e ushy. Hip-hopi është art, kultur, vepër, straight from underground, finale na vi me setër. Prej Prishtinës Tiranën, çdo qytet jetën. We the new era, jo nuk kena sot për nesër. Bravo! Hold up, we ain't done yet, gotta get it down. Hold up, we ain't done yet, gotta get it down. Hold up, I said hold up, we ain't done, get it down. Trip so much I might even drown. 9 on my lap, I might shoot for my crown. I said, baby come close to me. Gangsta you, equal gangsta me. Get it down, Johnny dur t'ej tavan. Kur bojina performance, y'all know what's going down. I said down, leto me jetu në fantasy. Win no lose, 100% na kill. Kill it, money shoot. Mamma mia. Bravo! Edhe në goditën finale të redurisë, mos u ktheni. Bravo, bravo. Wow! Qysh është e mundur me bo njeri kaq mirë beatbox? Nuk e di, është një sen që e kom bu pej që I kom 6 vjetë. Dhe Veç shumë ka orë që ashtë. Të praktis për ku mas ku e pa e nëllë korë dhe ku ma rritë me perfekcionu. E kom halën që qaq mirë ka t'inglu, sa që ka me mendu dikush që ka bazë muzikore Jam ritmike. shumë dakord. Po. Për marë si kompliment që falenderit shumë. E marrë se... Ama edhe ju e keni qa, po ma merë menja që jeni të Prishtinës. Po, apo? nena taksi kwekës, nena të Prishtinës. Qka ke një varg atë një rresht, diçka juria? Se nuk e ka pa. Okej, kom thonë, për mytë e komision, juri a komision, I njëti jam kur gjën nuk ndryshon. Hip-hop. Hip-hop? Unë e s'po e zgjati, shumë po, jam shumë po, mencis po fres me ju pa pra. Shumë falenderit. Dhe na ty. Quna keni qënë fantastik sonte. Edhe me në krye beatboxerin ton që më dhe sonte I den, ka që mirë je, sa me dova në të ardhmen, ndose unë nuk ushtroj këtë lloj rrymë muzikore, të realizoj një këngë me Elsa Lila Zori, ti beatbox, nuk kam nevoj fare për orkestrën. Okej. Edhe? Po, ide shumë e mirë. Falenderit shumë falenderit. Dhe pse jo të realizojmë një diçka të tillë. Patjetër. Vetëm mos më xhelozojnë djemtë e tjerë pastaj, që ja u mora, apo jo. Edhe ju ishit shumë të mirë, shumë komplimenta sepse rapi është një disiplinë shumë e vështirë.
Shoqërinë dhe dashurinë që ke dhe respektin që keni për njëri tjetrin e keni shprehur përsmiri sonte, sepse dukej lidhja emocionale dhe shoqërore që ju keni me njëri tjetrin. Nuk duket që nuk jeni 4 personazhe që jeni njohur para një jave dhe po prodhoni këtë gjë, por që keni një lidhje, një afeksion shumë të madh me njëri tjetrin. Shumë komplimenta çuna për mua, jeni këtu me ne. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Unë jam i bindur që gjithë estrada, sidomos ajo e hip-hopit, çdo të hënë, pavarësisht që bëjnë sikur ka vrasje për të bërë në atë ditë, na shohin gjithë neve nga ora 9 deri në orën 23 këtu në Vision Plus. Unë mendoj që të gjithë ata nga i pari deri i fundit duhet të kenë frikë nga ardha juaj në skenë. Ju meritoni të jeni në skenë, ju meritoni të bëni me para, ju meritoni të bëni atë gjën keni lindur për të bërë. Po dhe nga unë, shumë me madhe. Shumë faleminderit shumë. Për te vlerësimi tim maksimal për prezantimin tuaj. Po. Shumë faleminderit. Çuna, urime. Kam një kungullesh e ndaj në 4 pjesë. Së 4 pjesë. Sa doni ju, haq. Urime. Bravo. Keni pasur tifozlikun më të ndjerë, po më të heshtur njëkohësisht. Urime dhe Ishën të mirë, Shumë të mirë. Qenë shumë. Shumë edhe të përgatitur. Beatboxeri ishte njerë, nuk di. Jam pa fjalë. Jo, të gjithë, nuk ishte vetëm ai, ishin të gjithë. Po ai ishte zemra që pulsonte. Ne vim nga Tetova, sot jemi në Albanian Got Talent, do të vallëzojmë vallën suita kosovare në skenë shqiptare. Mirëmbrëma vajza. Nga vini vajza? Nga Tetova. Oh, mirë se erdhët. Këto kostume tradicionale kaq të bukura që keni veshur janë të trevës tuaj? Po. Komplimenta.
Më pëlqyet shumë, jeni të bukura, të talentuara, por mbi të gjitha, si vajza të reja që jeni, komplimenta të thella nga ana ime, sepse çoni përpara traditën shqiptare. Faleminderit. Faleminderit, për mua është një po. Fantastike. Nuk di çfarë të them, ishit aq të bukura, aq bukur të koordinuara, kishit zgjedhur këngë aq të bukura, do me thonë, gjithçka ishte pa asnjë të metë. Mënyra se si e shijuat përtej kërcimit të mësuarit të hapave, qëndrimi, hedhja juaj pufsi, lehtësia juaj, teknikaliteti i së bashku, se ndoshta individualisht kishte probleme ku e ku, skena emocionet e repar, më pëlqyet. Faleminderit që vazhdoni traditën. Faleminderit. Bukuria, kryesisht e femrës shqiptare, po në veri, signifikohet me zanën e malit. Zana e bjeshkve. Tetova nuk ka bjeshk, se shari është lartë. Tetova është gjanë fusht. Me këtë atë, ju mbritët tu në këtë skenë, vallëzuat ai bukur, ashtu si që e tha dhe Castro, si popull, por sotët kaq hieshi dhe bukuri, sotët kaq aromë Shqipërie. Faleminderit. Bravo, po. Mirar si prap. Po. Sonte jam e gjitha e kuqe. Veshja, titulli i këngës, e ma shpresoj nga juria. Did you really think I'll just forgive and forget? No. After catching you with her, you blush your rain cold, so cold. You two-time in a cheap lying wannabe. You're a fool. If you thought that I'd just let this go, I see red, red, oh red. A gun to your head, head to your head. Now all I see is red, red, red. Did you really just say she didn't mean anything? Oh, I remember those words when I come for your soul, your soul. You dug your own grave, now lying in. You're so cruel, but revenge is the best deserved cause.
Better sleep with one eye open tonight. I see red, red, oh red. A gun to your head, head to your head. Oh, execution style, and there won't be no trial. Don't you know that you're better off dead? All I see is red, red, oh red. Now all I see is red, red. Faleminderit. Arsyeja se kam prekur butonin e kuq është se kishe më shumë momente jo të bukura se sa të bukura. Gjithsesi kjo nuk do të thotë se nuk kishe momente të bukura, në momente mbefasove. Mirë po, kam një përshtypje që kënga nuk ishte e duhura. Një, e dyta duhet huna shumë më shumë për të arritur këtë që do, sepse e di çka do. Kur e dëgjova çka do performosh, e di çka do. Kaq. Faleminderit. Mirë mbrëma. Unë të shtypa butonin e kuq për arsye se nuk më transmetove asnjë gjë. Në kuptimin performanca ishte korrekte, nuk s'e bëre gabime. Me intonacionin ishte korrekt. Por shumë e ftohtë. Jo e involvuar brenda këngës, brenda pjesës. Jo grintoze për ta fituar vëmendjen tonë sonte. Sipas mendimit tim, sigurisht nuk je pa potencial, ke brum, je e re dhe ke shumë mundësi përpara. Por në këtë Got Talent unë kam zgjedhur të jem e drejt për drejt realiste dhe sinqert me ju për të mirën tuaj, për të rritur profesionalisht, sidomos kur bëhet fjalë për këngëtar, për muzikant i cili është zanati im. Faleminderit. Ideja, puna dhe besimi apo dhe dëshira e madhe duket një impenjimin tënd skenik, korrekte, qëndrimi dhe tjerë, por nuk kishte paralel me atë që ti ka ardhur sonte këtu, pra vokalisht për zërin. Edhe unë mendoj që Elca, si Elca që ke potencial, do shta një seri arsyesh personalisht mendoj mbi bazën e përzgjedhjes muzikore. Në më dyshe për të shtypur të kuqen apo jo, megjithatë edhe pse nuk e kam shtypur nga mua sonte është një jo, më vjen keq te atë. Do ta shtypësh. Sinqerisht nuk mora kënaqësi. Muzika është të falësh kënaqësi, të dëgjosh një zë të bukur, e zgjedhur me një muzikë të bukur, nuk e mora. Në respekt, unë nuk e shtypa të kuqen për të lënë ose për dënë mundësin që ndoshta do kaloje në atë momentin që quhet emotiv, e cila të impresionon, nuk të lëtë të shfaqesh ashtu siç duhet, thash që rrugës do ta merje veten, megjithatë të respektova interpretimin deri në fund që mos kesh në kujtim në raport me mua të kjo një kryq të kuq. Megjithatë për të dalë kundër rrymës, me këta tre zhinjo unë jam po. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Në Albania's Got Talent kemi Golden Buzzer, por kemi edhe Golden Eagle. Faleminderit për mbështetjen që jep një spektakli plot talent si ky yni. Do të shkëputemi dhe rikthehemi në këtë skenë magjike në ekranin e Vision Plus. Mos u largoni. I'm Dirin, so I like singing. Okay, good. Yeah, you have a lovely voice. Thank you. I can do rap also. Is it?
Let's have it. They all eating my leftovers, I left over, what's left over, like ring ring, come and get closer, we take over, that game over. Bravo. What do you like to do in your Hi, Mom. I'm Elona and I'm Derin's mother. Shumë internacionale këtu. Një turke, një Amerikan, por Derin është edhe shqiptare. Nga ana turke, them se ka marrë më shumë. Ka marrë talenti. So, Ilesha, did you understand? E kuptove se çfarë tham? Sukses edhe juve. Emocione jo. Ne söylesen, ne beklesen, Yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istedin, uğruna savaş vermedin. Deri tani çok. Çok deri tani, ha? Ne beklesen, Yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istedin, uğruna savaş vermediysen. Sanki seni boğar gibi, sanki yeniden Pa grënqedhje. sanki zaman zaman ölür gibi, acısını, çilesini çekmediysen. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlere kapında, bekleyen darın anların gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlere kapında, bekleyen darın anların gibi. Shok. Turka jo pra. E dim ne, po. Ja do e marrë vesh të publiku tani. Sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen. Sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, Hadi publiku duart lart. acı da olsa yine gerçeği Kaldırın ellerini mimim. söylemeyi bilmediysen. Çok. Sanki seni boğar gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zaman zaman ölür gibi, acısını, çilesini
büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlere kapında, bekleyen darın anların gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlere kapında, bekleyen darın anların gibi. Wow. Hoş geldiniz kızım. Hoş buldum. Ne yapaysın? Hiç, öyle işte. Kaç dione mbarova. Kishe pëzgjedhur një këngë O po kush është Adelin ta marrin vesh dhe ne një jetë aty. Qa thot? Sekret? Emrin një në fillim Adelin. Pyte Castro. Si quhesh? Po se u futet Të direkt shikër e dërim lëkum. Ku e di ti ku u futa, unë turqisht po flisja. Mirë, supozova. I thash mirë se erdhe. Si e? Mirë, faleminderit. Jo mo ty? E kishe me atë? Okej. Ta kishim nis me emrin, nuk jam shumë kurios. Sakt, edhe unë kam shumë... Si quhesh? Quhem Derim Pehlivan, jam 13 vjeqe. Derim? Po, Derim. Sa emri i bukur, nga je? Jam gjysmë nga Turqia dhe gjysmë nga Shqipëria. Në serve. Derim, kënga ishte shumë e bukur, edhe në fillim mua më duk një qik kështu si kur po përjetoja kolonën sonore, ti e shumë e vogël, po të filmit Borbardha që transmetoi dikur këtu në Shqipëri. Negëzeshën, jashama, Negëzeshës, ishte shumë material i bukur, dhe ti ke një zot të bukur, je intonuar, ke disa probleme intonacionit, të them të drejtën e thoshem dhe me Castro, ndërkohë që ti këndoja në pjesën e poshtë, me në registrin e poshtë, dhe mungon pak emocioni, je pak e ftohtë në interpretim, por ke një timbër shumë të bukur, notat e larta janë shumë të bukura, brillante, edhe për mua është një poe madhe, vetëm në qoftë se... Prit. Vetëm thash në qoftë se, s'kam baruar. Dhe qoftë se, duke qenë se ne këtu jemi në Shqipëri, edhe ti je edhe gjysmë shqiptare, nëse mund të na tregosh ne një material në gjuhën shqipe. Atë ma vdishë me këto Shqipen. Kam. O Shqip, jemi në një botë globaliste, ku Shqipja, Anglishtja dhe çdo gjuhë tjetër ka rëndësinë e vet. Me rëndësi është emocioni dhe performanca që njeriu i jep në anën ndjesore. Dua ta dëgjoj një çik. Fjalët janë gjua megjithatë ndjojmë. Pata dhe gjoj mirë. Knajsi, sa knajsi kur ndëgjoj valsin ton në këtë pramber, ai përsi po nafton të valzojmë si atëher. Bashk me pramver unë e ti lullëzoj, lulle plote që në shpirt më gjene. Ndaj përshkron, kush përthen jetëre, varso si e hombi të bukria dhe, kush aton, ndaj përshkron, kush përthen jetëre. O, sa bukur! Bravo, tingëlloje shumë bukur edhe në gjuhën shqipe, sepse
Gjua e këndimit është shumë e rëndësishme. Për shembull, unë tingëlloj ndryshe kur këndoj anglisht, tingëlloj ndryshe kur këndoj frëngjisht, tingëlloj ndryshe kur këndoj italisht, tingëlloj ndryshe kur këndoj shqip. Kam kënduar dhe kinesçe. E kemi partë, nuk është... Këtë kinesçes? Kinesër unë... Atës ke parti? Do të ta Të lutem një pjesë, doja një strofë. Of course, gang guai shahi jam pa jong shëmë, vomen sa i Yes! Yeah, it's good. Interesante. O që më gjeti mua me këtë. Je yll. Sa të doja ta kishe këtë buzëqeshje prej se fillove të këndosh. Sa të bukur e ke buzëqeshjen, mos e heq kur. Në fillim ishe serioze fare. Jeni në një epokë ku Ballkani dhe popujt dhe kulturat janë aq të unifikuara, kemi dhënë aq shumë dhe marrë nga njëri tjetri, sa që fakti i të qenë turk, grek, maqedon, kroat e tjerë nuk përbën asnjë lloj rëndësie. Rëndësia më e madhe në këto momente është që ti, gjysmë me origjinë gjenetike nga Turqia, je në Albania's Got Talent. Kjo është arritja më e madhe. Kjo është e para. Kjo është e para. E dyta, dhe që është më e rëndësishme, duke kënduar me Elsën ishim duke folur dhe komentuar, ke çdo gjë në vit të duhur, intonimin, saktësinë, impostimin që bën kundrejt pjesës që ke mësuar. Unë do të sugjeroja që ul pak vlerat e vokalit dhe rrit pak emocionin. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse vokalisht tregon që je shumë mirë. Nga mua sonte është një po, herës tjetër kujdes në përzgjedhjen dhe në ardhjen tënde skenike. Shumë mirë. Po. Gjatë kohës që këndoja ishte një moment që unë nuk po flisja me Adelinën, po të dëgjoja ty dhe të ka dhënë Zoti kaq dritë dhe kaq mirësi që në buzëqeshje, që në portret, edhe në momenti kur ti nxjerr zërin, i cili nuk është thjesht foni zë, por del prej shpirtit tënd, pra të ka dhënë një pasuri, të cilën këtu në Albania's Got Talent ti e prezantove për herë të parë, rritu bashkë me këngën, rritu bashkë me muzikën, ndash turqisht, ndash shqip, ti ke një vokal të mrekullueshëm. Bravo. Faleminderit. Po. Faleminderit. E leri një kaldrën! Bravo. Nese vazhdojnë momentin tuaj, mos ka një më mua fare. Urime shumë. Urime. Një sekundë, mami. Kaloj? Mami, ti marrë një emocion. Si, të bën pak për ujtë ftohtë, Juria. S'është problem sa kam kaluar unë. Mami kështë shumë emocione. Përpiqet që kur të vish radhës tjetër, bëj çik punë shtëpi me mami, se nuk e përballon dot spektaklin mami. Ose do e lidhim në shtëpi. Me babi këtu. Edhe i lirin e kaldrën gjithë bashkë. Bravo. Sukses. Hello, Albania's Got Talent! Chris, jemi në Shqipëri, du të flasë shqip. Po, por ky s'ka faj sepse ka qenë i dhuruar nga një ventriloquist anglis dhe është britanik, i cili ai ka marrë pjesë në Britain's Got Talent në finale. Apo jo, Chris? Unë e kam shqiptarizuar Chris, dhe është shqiptar, edhe jam krenar. Chris, a mendon që shqiptarët kanë talent? Of course! Shqiptarët janë shumë talentuar. The Albania's Got Talent is amazing. Përshëndetje, unë jam Nikolas Bushi, jam 21 vjeç dhe më falni për gjuhën shqipe time, por kam lindur në Itali dhe jam rritur në Amerikë, por... Bravo për shqipen e bukur. Mirë erdhe. Jam shumë falenderues për prindrit e mi që janë lodhur për të mësuar gjuhën shqipe time dhe jam shumë krenar për të qenë këtu për të performuar në gjuhën e nënës. Edhe unë kam ardhur për të performuar si një ventriloquist. Tani, për ata që nuk e din çfarë është një ventriloquist, është kur një njeri flet pa lëvizur buzë dhe bën një kukull të flasi.
Dhe ka shumë avantazhe ventrilokuizmi, sepse unë këtu mund të prezantoj veten time sikur po më prezantoj një njeri tjetër, po zërin po e bëj po unë pa lëvizur buzë. Ja t'ju tregoj. Përshëndetje, unë jam prezantuesi. Ju nuk në shikoni, por dhe të në dëgjoni, sepse unë jetoj në imagjinatën e Nikolasit. Ky djalë është 21 vjeç dhe është ventrilokuizist. Jo, zotri është. Është ventrilokuist. Ventrilokuizist. Jo, ventrilokuist, e njëjta gjë. Okej, më fal, ti e bë prezantimin. Nikolas Dushi është 21 vjeç dhe është ventrilokuist. Këte e thash edhe unë, po ti duhet të thoje diçka tjetër. Eto të na paguajë më shumë. Të paguajë me të vërtetë ke? Po. I ka unë tani ta që thatë. Në jo 800. Kjo është një në avantazhet si ventrilokuist që mund kesh. Kjo është një në... Më falni, është miku im Chris. Çfarë ka Chris? Është në valigje. Arritëm në shqitëri. Si? Arritëm në shqitëri. Po, arritëm. Eto të erë në nëzirë nga valigja. Çfarë? Një sekond. Çfarë ka? Në nëzirë nga valigja. Okej, një sekond. Për live hapje. Një dua tërkitje për mikun tim, Chris. Wow, të ku jeni në këtu? Jemi të Albania's Got Talent. Wow, sa dukur të ti se nuk në thejnë mua, pse? Që taktën të kisha rregulluar tak flokët isha veshur më mirë. Dua të impresionoj Adelinë. Po pas të bëjmë Arakris se shumë mirë dukesh. Ashtu thua ti, po përshëndetë publikun. Përshëndetje. Përshëndesin të gjithë shqiptarët kudo që ndodheni që të na ndjekin. Po, në Shqipëri, Kosovë, në Europë, në Amerikë, në Hën. Çfarë? Nuk ka njerëz në Hën. Ta ngjalla alin ti ngjak, ka vend ku nuk ka shqiptarë. Kanë ngelur akoma disa në Shqipëri. Dëgjoj Kris, mos I futemi politikës tani. Pse? Unë politikan jam. Jo, ti nuk je politikan, ti je kuku. E njëjta gjë. Dëgjoj këtu, përshëndetje Jurin. Wow, Adelina Elsa Çkemi. Dua të flas në Adelinën, fol. Çkemi Adelina si je? Hiç, mirë shumë. Adelina, sa vjeç je? Jo, dëgjoj Kris, nuk pyetet një zonjë sa vjeç është. Më fal. Adelina, çfarë viti ke lindur? Jo, është e njëjta gjë. Okej, një pyetje tjetër. Okej, Adelina, sa të shon? Chris. Edhe një. Adelina, a do hysh në valigjën e mua pastaj? Chris. Oh la la. Chris, jemi duke folur për Jurin. Çfarë Juri e 3 këngëtar? Pa I kush është? Ai e ty? Ai është Agron Laka. Pa I çfarë bën? Agroni është artist komik. Komik. Me fjalë tjera I tatun. Genial. Fantastik. Pensionist Chris. Çfarë ti bën? Dëgjoj Chris, Agroni është artist me shumë vlera në Shqipëri. Ashtu? Po, kërkoj ndjes. Okej. Goni. Më thal. Bravo. Në vjen keq që je tatun. Chris, dëgjoj, ne nuk jemi këtu për të gjykuar Jurin. Ata gjykojnë talentin që po shfaqim. Pse ti çfarë të bën? Unë jam ventrilokuist. Çfarë ka? Me tak fjalë dhe ti tatun. Jo. Ja, dëgjoj këtu Chris, ventrilokuizmi është shumë art I bukur. Ashtu thua ti. Ventrilokuizmi ka komedi. Po ti kur do na bësh në qesh? E fort, Chris.
Dëgjoj Chris, ti çfarë bën? Unë jam këngëtar. Je këngëtar? Ta si Ed Sheeran. And I love you, the shape of you. Jo të shëndolla që në need you. Ed Sheeran. Po ja, jam si Michael Jackson. Michael Jackson, okay. Chris. Ja faleminderit. Chris, po atëherë me që je këngëtar, pse nuk na këndon një këngë? Okej, maestro, të lutem. Opera. Opera? Sul mare lucica la strada argento, la cina l'onda trastero al vento, l'alita la città, marchetta nera, Santa Lucia, Santa Lucia. A mund ta këndosh të pjesë prap? Okej. Santa Lucia, Santa Faleminderit. Chris, shumë bukur. Tani të flas në menaxherin tim. Me menaxher, ku është? Ja, dhe në telefon. Chris nuk lejon telefonat këtu në sallë. Të telefoni im është i padukshëm. Është i padukshëm. Një sekund. Se nuk ka linjë. Okej. Alo. Alo, Jimmy. Ku je, burë se unë e fari. O, Chris, që adonet njëra? Njëra të shkru në rodin në mesazh, o Chris ku je, o Chris ke unë fari. Dhe ti në i kafe të lenon, burë, që adon kësho? Kanë qenë i zërë. Ke qenë i zërë? Ja, këndodhe një këngë tu të Aldinjës Got Talent të Nikolasin edhe i... Një sekund. Së të dodi, jam telefon. Okej, më falë. Alo. Një sekund. Si t'ja dojnë, këndodhe një këngë të Nikolasin. Kërkoj të agens. Ti kërkoj të agens. Po, edhe deri thala Castros. Castro të do thala Qimi. Një atashki. Po Chris, qëfar tha Qimi? Tha që ti duhet të më taguash. Të paguaj? Nikolasi nuk në taguj ti nu. Ta i kush është? A është prezentuesi im. Nikolasi nuk në tha si kokërleku. Dhe gjo Chris, unë nuk kam lek me vete. A jo? Jo. E të atëherë qëfar kene gjetë? Ujdo? Në dëgjove. Chris, unë nuk kam gjo në gjep përveç një tullumbac. Okej, shumë mirë, thërje. Të fry tullumbacin. Chris, nuk kemi ko për të fry tullumbacin se jemi të lutem. Chris, të lutem. Chris, jemi para publikut, do të fry tullumbacin pastaj dhe do të jap. Po kjo qëfar ishte? Në t'i dhim. E di qëfar? Qëta ndodhi? Chris, kur unë jam të këfër tullumbacin, ti duhet të bësh diçka tjetër. Okej, kur ti e të këfër tullumbacin, unë të këndoj një këngë. Qëfar? Ti dhe këndosh kur unë jam duke fër tullumbacin. Chris, kjo është e pamundur. I don't care. Chris... Chris, kur unë jam duke fër tullumbacin, ti nuk mund të këndosh. Chris, po e provuam, unë dhe duke më qesharak. Ky është plani. Hajde të një jeti, hajde jeti. Bravo! Nuk ka mundësi. Ama nuk ka mundësi.
Jo, mos e shtryj. Pse? Dua ta ndaj unë. Do të bash tullumbacin. Unë e di vendin perfekt, të lutem. Unë e di vendin perfekt ku ti mu ta mbash tullumbacin. Ku di jetë se jo në kohë, jo. Take it off. Anglisht? Fol shqip. Shqyqo tullumbacin. Jo, Kris, nuk e heq tullumbacin sepse kjo është vetmja mënyrë me të mbyllur gojen. Tani unë dua të them që gjatë historisë të ventrilokuizmit nuk ka pasur kurrë një ventrilokuist që mund të. Kris, çfarë po bën? Isha duke lidhur tullumbacin. No. Po si e bëre ti këtë? Janë edhe magjistarun. Magjistar? Po, më kanë mësuar dadi jo. Po me që qenë këtë magjistar, pëse nuk në bëhë një numër? Okej, unë do fluturoj. Faleminderit. Bravo, bravo. Bravo. Kris, e jashtëzakonshme. Tërnua të flet? Faleminderit, Elsa. Unë jam pa fjalë, jam e impresionuar nga talenti juaj. Tani të ndonë e turt. Do me thonë, nuk mund të imagjinoj se si mund të ndodhi kjo gjë. Kris, ti dukesh i vërtet. Edhe ti në dukesh e vërtet. Edhe Castro. Një skenar jashtëzakonshëm, ti lindur për skena, ai shoku jot më jashtëzakonshëm se ty. Pa fjalë, jashtëzakonshëm. Jam pa koment, gjë që ndodhë rrallë, e jashtëzakonshme, e pabesueshme. Bravo. Faleminderit. Nikolas, Zotit ka falur një regjistër të llahtarshëm për të qenë ky që je, bashkë me alter egon tënde Kristin. Faleminderit. Improvizon në mënyrë komike dhe fjala bravo nuk e di sa peshon tek ty, po për mua faleminderit që erdhe në këtë Albania Got Talent dhe të shijuam. Bravo Nikolas. Faleminderit. Bravo. Urime. Faleminderit. Urime fantastike për finale, rëmbeve Golden Buzzerin. S'ke turp? Ja, hiç fare. Okej, i qik. Tak. S'ka që nuk e as i pari as i fundit. Ashtu. Qarë vathi do t'a ve dhe unë. Një ditë bashkëpunonim për një muzik rap. Hi, my name is what? My name is who? Kam ftuar grupin tim këtu për kënduar këngën Jam mrekulli që vjen nga shoqata Lumturo dhe Imbjen. Këto janë mrekulli në fakt. Ne jemi shumë të lumtur që jemi pjesë e talentit. Të pëlqen skena ty? Po, më pëlqen. Çfarë bën në skenë ti? Këndoj. Pjesëmarrja ka shumë rëndësi për dhënë një mesazh për gjithë shoqërinë, që ti pranosh, kështu si këto janë, sepse janë bare si të tjerë. Jeta ka dhimbje dhe gëzime, pranë në pranë
i qëndrojnë. Sot më thot kjo zemra ime, dhe bjen tjetrit lumturo. Njerëzis janë të gjithë njësoj, por të gjithë janë krijesa të Zotit. Nëse je i lumtur sot, lumturo dhimbjen që mbaloti, që mbaloti. Jeta ne nuk na fali gjithë shka, si të gjithë duam ta jetojmë. Faleminderit, kush diçka dha, si të tjerët jetën ta gëzojmë. Jemi të ndryshëm, por njësoj, prandaj jeta është e bukur. Realiteti nuk është loj, më lexo, jo për t'u dukur. Jemi të ndryshëm, por njësoj, prandaj jeta është e bukur. Realiteti nuk është një loj, më lexo, jo për t'u dukur. Si të gjithë duam të jetoj, faleminderit kush diçka dha, si të tjerët jetën të gëzoj. Jemi të ndryshëm, por njësoj, prandaj jeta është e bukur. Realiteti nuk është një loj, më lexo, jo për t'u dukur, jo për mua, bëje për veten, bëje për veten. Mirësit kur nuk treten, kur nuk treten. Lajmëtari paqes eja ti, Lajmëtari paqes eja ti. S'jam përjashtim, jam mrekulli. S'jam përjashtim, jam mrekulli. S'jam përjashtim, jam mrekulli. S'jam përjashtim, jam mrekulli. Faleminderit. Faleminderit. Bravo. Ata janë gjithmonë, mbaj mikrofonin, ata janë gjithmonë bashk, kudo për krah njëri tjetrit, dhe pikërisht me emrin e grupit Kudo Bashk, erdhën në skenën e Albania's Got Talent për të bërë atë që ata dinë të bëjnë më së miri, të dhurojnë emocion. Kështu që kjo duartrokitje ishte e gjitha për ju, më së merituar, me një këngë e cila titullohet Jam mrekulli, po edhe po mos ta dini titullin e këngës, e keni ndjerë, besoj që gjitha ishte një mrekulli interpretuar në këtë sken. Bravo, çuna, Kudo Bashk. Tani, ndihet që në këtë sken përpara një jurie e cila është shumë e mirë, shumë profesioniste. Hera herës edhe aq profesioniste sa duket si e sert, nuk është kollaj ti emocionosh, apo jo, Elsa? Absolutisht e vërtet, Isli. Unë dua t'ju falenderoj që jeni këtu sonte, që na emocionuat dhe që me ndjeshmërinë tuaj, me talentin tuaj, përpiqeni që t'na jepni ne mesazhe kaq të mëdha për t'na bërë ne të tjerëve njerëz më të mirë. Dhe ju sonte ja dolët më së miri,
duke qenë original, duke qenë profesional, duke sjell emocion, por mbi të gjitha duke sjell mesazhe të jashtëzakonshme. Faleminderit të treve. Për mua e kaloni këtë fazë me të gjitha notat e vlefshme. Ne jemi të paduruar për të bashkuar dhe për të gëzuar gjithë me familjen, po edhe një koment nga Adelina do e marrin patjetër, më pas edhe nga Goni dhe nga Castro. Unë uroj që gjithmonë muzika të jetë në jetën tuaj. Bravo. Dhe kënga juaj flet për jemi të ndryshëm, për jemi njësoj. Zotit faleminderit që gjithë jemi të ndryshëm. Ndryshueshmëria, diversiteti na bën këta që jemi. Uroj të jeni gjithmonë vetvetja sepse kjo ju bën shumë të jashtëzakonshëm. Urime, nga unë një po. Goni? Mund të merja të përdorja shumë nga vargjet e këngës që ishte me fjalë të gdhëndura, të gjetura, por dhe unë tek ajo që tha Adelina, edhe pse të ndryshëm, ne jemi një lloj, por në fakt ju ishit një mrekulli sot në këtë skenë. Castro? Unë mendoj që njerëzit e këqinj janë të njëjtë edhe gjithë pjesa tjetër pasaj përbën gjithë mirësin. Ju nuk keni asnjë ndryshim nga askush që është në të sallë dhe ata që po na shohin. Komplimente nda. Faleminderit. Shkojmë backstage, festojmë me familjen. Bravo. Bravo qoftë. Gati kisha harruar kohën kur kam kënduar. Më kujtohet që kam dalë për herë të parë në skenë në moshën 11 vjeç me grupin artistik të kooperativës. Kam ardhur enkas nga Zvicra për të provuar edhe një herë emocionet e skenës. Pse jo, edhe për të fituar. Oho, Xixa, sa shumë Xixa. Mirëmbrëma. 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 Mikrofoni. Mirëmbrëma, më falni. Kush jeni nga vini, këto Xixat ku i keni marrë? Jam Vjollca dhe vi nga Elbasani. Bravo! Si fillim. Më falni se kam shumë emocione. Edhe ne. Merë frym thellë me hun. Faleminderit. Dhe të shlirou. Sonte je për? Do të këndoj një këngë nga Veriu, edhe pse jam nga Elbasani. Kam zgjedhur një këngë nga Veriu. Skena për ty. Faleminderit. Prej me jemi e largu, vetëm hana mba shoqni, kur të menoj tu të përqafu, digjet zemra mba e ti. Tash prej me e largu, vetëm hana mba shoqni, kur të menoj tu të përqafu, digjet zemra mba e ti. Maj Vjollca Qesh me Vjollca, qesh shurini. Vetë në Vjollca. Ti o mori flutur, o moj pjeshkatore. Ti o mori flutur, o moj pjeshkatore. Dashurin ma fale, dashurin ma vore. Dashurin ma fale.
zemra mbajti ta shprehni. Ndoshta zgjodha këngën e gabuar, nuk e di. Nëse doni mund performoj diçka tjetër nga Shqipëria e Mesme. Mori vjollca që qel në saksi, si doni ju nëse jeni dakord. Po japim edhe një mundësi e koni. Një 30 sekond nga Shqipëria e Mesme. Pa muzik nëse doni. Jepi vjollca! Mund them po. Dakord, jam dakord. Jeni dakord? Po, mundeni. Mori vjollca që qel në saksi. Atë. Mori vjollca që qel në saksi, mori vjollca që qel në saksi, lule paro për djem të ri, lule paro për djem të ri, moj lidhatare, lule paro për djem të beqar. Nuk ndryshoj asgjë. Zonja Vjollca, unë të uroj që ti të këndosh tër jetën, sepse është e drejta jote dhe kënga sjell gëzim e hare, por nuk besoj se ti i ke kualitetet për të kënduar në një skenë, por të këndov zemra gjithë jetën. Do të kesh mundësi të bësh gjërat më të mira në botë dhe në jetë që i bën çdo ditë. Një kujtim shumë i bukur dhe kjo e sotshmja, por po faleminderit, ju përshëndes të gjithëve. Faleminderit që erdhe. Gjithë të mira. Komplimente fustani i jashtëzakonshëm, shumë i bukur. Më ranë të sy, më pëlqen tani, më pëlqen. Faleminderit. Kam shumë emocione, më erdhi rradha. Shake your tambourines, move it quicker, quicker. Yeah, I'm shaking down the town. Get the picture. 1, 2, 3. Burn up the dance. 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 Bravo! Minë brëma, si quër zemër? Elodi Fejzaj. Dhe sa vjeqe je? 9. 9. Sa vogël. Ky gërsheti është i yti apo extension? Extension. Tregon. Shumë i bukur. Je shumë e mirë, por mendoj se nuk do të mjaftohesh me kaq, sepse në disa vende nuk ishe në koordinim me muzikën. Ndoshta ti kushtosh më pak rëndësi pamjes dhe më shumë vallëzimit. Gjithsesi, unë do t'jap një po gjysmake. Faleminderit. Që të na sjellësh herën tjetër, ndoshta diçka të punosh më fort, të na sjellësh diçka më të bukur. Çfarë ke dëshirë të bëhesh kur të rritesh? Përcimtare. Okej. Unë sonte do të t'jap një jo. Po pse? Sepse besoj se në Albania's Got Talent duhet të vinë njerëz me një talent shumë të madh dhe të jashtëzakonshëm. Gjë që nuk e pash sonte
tek performanca jote, jo tek ty. Ndoshta, mbas një viti, kur të kesh përgatitur diçka tjetër dhe ti e shëritur profesionalisht, unë ndoshta do t'jap një po, por për tani, për mua është një jo. Duhet të punosh pak më shumë. Unë dua të heq peshën apo në thonjë sa kritikat, gjithë performanca që ti bëre, unë kam përshtypjen, pra, duke të hequr peshën, ty po ja lë peshën e fajt koreografit tënd në rastin konkret. Pse? Më ngjajti sikur e gjithë performanca jote, të gjithë lëvizjet e një kërcimi kontemporan bashkë me nuanca hip-hopi e tjerë, më ngjajti si një kërcim që nuk duhesh bërë individualisht, por një kërcim në grup. Dhe kërcimi në grup, që praktikisht të gjitha hapat që ti bëre sot, do të kamuflonte apo për të marrë energjinë e dur duke që në grup. Kështu që duke që se u bëj lufajnë ati ose asaj që është marrë me koreografin, dhe nga mua ke një gjysëm po sonte, gjysmaken e po sime sonte, bëj një po të plotë nëse do të kesh një moment të dytë për të ardhur në skenë. Bravo! Stilet, kërcimet kanë të bëjnë me grup mosha, me breza. Unë nuk jam brez i këtij kërcimit. Dhe natyrshëm s'kam të drejtë të them që mua nuk më pëlqen ky lloj kërcimi. I ke punuar, ke nevojë akoma, edhe të rritesh, se po të ishte në këshillën timet, thoshja pse do kërcesh këtë lloj kërcimi kur do bësh kërcimtare. Ti mund të drejtohesh baletit klasik, ta quajmë, ose diçka tjetër, se nuk e di çfarë rrymë mund dalë nesër ose pas nesër. Por për shkakun e thjesht se ti je një fëmijë vetëm 9 vjeç, mua nuk ma lejon statusi që kam të them jo. Kështu që unë po do të them. Jemi bërë pak limonadë, jemi bërë pak të... Përveç Elsës. Nuk, unë për shumë... Përveç Elsës. Por Elsa nuk ka zemër në tjerë. Më vjen shumë inat vetëm për një gjë që e hëna vjen shpejt, po njëkohësisht e hëna përfundon shumë shpejt sepse kështu është kur kalohet bukur. Nuk them kot që jeni të jashtëzakonshëm, se unë nuk gënjej kur, edhe kur gënjej dukem, kështu që hapni sytë dhe veshët. E rëndësishme është që jeta është e bukur sepse është e shumëllojshme. Është e bukur sepse ka histori të ndryshme, njerëzish të ndryshëm dhe Albania's Got Talent është pikërisht i veçantë për shkak të shumëllojshmërisë dhe ngjyrave që përcjell, sepse në këtë skenë gjiten çdo ditë njerëz të jashtëzakonshëm, shumë të talentuar, por që mbi të gjitha janë njëri nga ne. Dhe për këtë më vjen shumë mirë që përmes kësaj patente ndërkombëtare edhe në Shqipëri përmes Vision Plus arrim të sjellim një realizim ëndre dhe jo vetëm përfituesin e madh të çmimit kryesor të këtij spektakli për 20.000 eurosh, por mbi gjitha për çdo që kor sukses. Dhe kjo është pjesa më e bukur. Faleminderit që keni qëndruar me ne, faleminderit që jeni pjesë integrale e Albania's Got Talent. Ne do të shihemi të hënën e ardhshme. Faleminderit një juri të jashtëzakonshme. Elsa Lila, Adelina Ismaili, Agron Lakaj, Kastro Zizo, jeni yje, nga Unisni Islami. Pafshi ëndra të bukura, ju dua shumë.